në letra e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, dhe po lexoj nga vargu 3 vëllezër. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. Sigurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezus Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e Tij, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të Tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit sipas pëlqimit të Tij, që ai e kishte përcaktuar me veten e Tij, që kur të plotësoheshin kohërat, Ti sillte në një krye të vetëm, në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiej dhe ato që janë mbi dhe. Në të dhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimni, që duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të Atij që vepron, të gjitha sipas këshillës dhe vullnetit të Tij, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së Tij, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin. Në të edhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimnisë sonë për shpengimin e plot të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë Tij. Prandaj dhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i lavdisë, t'ju japë juve frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohurinë e Tij, dhe t'ju ndriçojë sytë e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së Tij dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimnisë së Tij në shenjtorët, dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së Tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së Tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtë të Tij në vendet qiellore, përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhmen, dhe vuri çdo gjë në këmbët e Tij, dhe ja dha për krye përmbi çdo gjë kishës, e cila është trupi i Tij, plotësia i Atij që mbush çdo gjë në të gjithë. Amin. Bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezus Krisht.
Pse motra dhe vlezër, aleluja? Sepse bëri Perëndia, ati i Zotit tonë, motra, aleluja, i Jezus Krishti. Bëri një vepër të tillë, një vepër kaq të madhe me njeriu, që ajo që thash pak më përpara, njeriu, motra dhe vlezër, që beson në këtë vepër të Perëndisë, në Jezus Krishtin, që ai e dërgoi, motra dhe vlezër. Zoti tha, Jezus Krishti, unë erdha nga ati dhe do të ngjitem përsëri tek ati. Ishte vepër e Perëndisë. Për çfarë? Për çfarë e dërgoi ati, motra dhe vlezër, aleluja? Jezus Krishti. Jezus Krishti thotë në gjoni, motra dhe vlezër, ai thotë ishte fjala e Perëndisë. Nëpërmjet tij u krijua gjithçka. Nëpërmjet fjalës. Dhe ne fjalën, motra dhe vlezër, thonë në fjalën e Perëndisë dishepujt, e pamë, e prekëm. Ai ishte Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja. Ai që krijoi gjithçka, thotë, erdhi ndër ne. Me vullnet, motra dhe vlezër, të atit tonë qiellor, thotë, mori shëmbëllim mishi mëkatar, dhe çfarë bëri në këtë shëmbëllim mishi mëkatar, motra dhe vlezër, aleluja? Oqi vdekjen e njeriut. Ja qenjë, tha Gjoni, motra dhe vlezër, kur pa Jezus Krishti, që të vinte dhe të pakzoj. Ja qenjë që eq mëkatin e botës. Kush e nxori, motra dhe vlezër, njeriu nga parajsa, nga marrëdhënia me Perëndinë, u krijua që të jetojë përgjithmonë në prani të Perëndisë njeriu. E nxori mosbindja, mëkati, motra dhe vlezër, aleluja, solli vdekjen në një njeri. Dhe nxori nga përjetësia. Është krijuar njeriu që të jetojë përjetësisht, motra dhe vlezër, e falenderojmë. Ja, qengji që do që thot motra, mëkatin e botës. Dhe nëse eq mëkatin e botës, njeriu kthehet në gjendjen e krijuar nga Perëndia, motra dhe vlezëra. Ashtu si çdo Perëndia, pa mëkat, dhe kur është pa mëkat njeriu, jeton përjetësisht, motra dhe vlezër, nuk ka vdekja, motra dhe vlezër, erdhi nëpërmjet mëkatit në njeriu. Dhe Jezus Krishti erdhi si ilaç, motra dhe vlezër, aleluja, që heq vdekjen e botës. Dëgjojmë sot, motra dhe vlezër, aleluja, do të shpiket ilaçi që do të heq vdekjen, dëgjojmë shumë gjëra për sa i përket vdekjes. Por vetëm një është ilaçi, motra dhe vlezër, që heq vdekjen. Ilaçi është Jezus Krishti. Ai erdhi si ilaç nga qielli për të hequr vdekjen, motra dhe vlezër, aleluja. Për të marrë mëkatin e njeriut, ta marrë, ta kryqëzojë në kryq, motra dhe vlezër, aleluja, dhe njeriu që beson me këtë vepër të Perëndisë, me këtë dashuri të madhe të Perëndisë, që Perëndia e do njeriun, motra dhe vlezër, aleluja, dërgoi, bëri flijim të madh, birin e vetëm lindur që mori shëmbëllim njeriu mëkatar, motra dhe vlezër, e kryqëzoi në kryq dhe me ringjalljen e tij na tregoi që njeriu është i pavdekshëm, motra dhe vlezër, aleluja. Ai nuk e shfrytëzoi veten, thot, si Perëndi, por e zbrazi veten e tij, motra dhe vlezër, aleluja, dhe u bë njeri. Dhe e kryqëzoi mëkatin tonë në kryq, që ai që beson në të, të mos u mbasë, thot, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo është vepra e Perëndisë që bëri për të gjithë njerëzit, vlezër, e falenderojmë Perëndin. Nuk ka dallim në Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja, në njeriu. E krijoi njeriu vetë Perëndia. Nuk mund të dallojë Zoti, vlezër, aleluja. Njerëzit dallojnë.
Njerëzit i ndajnë njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, por Perëndia i shikon njësoj. Prandaj në fjalën e Perëndisë na thotë të keni dashuri për të gjithë njerëzit. Pse? Që të jeni bij të Perëndisë. Dalloheni vetëm në dashurinë që do të keni për njeriu, motra dhe vëllezër. Pse? Sepse ati juaj qiellor e nxjerr diellin për të mirin dhe për të ligut. E bën të bjerë shiun dhe të prodhoj toka për të mirin dhe për të ligun. Kjo është dashuria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Dhe ju si bij të Perëndisë, duhet të jeni të mbushur plot me dashuri për të mirin dhe për të ligun, motra dhe vëllezër. Prandaj Zoti na thotë dhe na mëson ati që të godet nga një anë, thej dhe tjetrën. Kjo është e vështirë, motra dhe vëllezër, por është e mundur për Perëndinë. Unë e munda botën, tha Jezus Krishti, edhe ju do ta mundni botën. Pse? Sepse Zoti është gjithmonë me ata që e duan Perëndinë. Dhe do t'ju jap fuqi, thot motra dhe vëllezër, sepse ju vetë s'mund të bëni dot asgjë për shpëtimin tuaj. Por do t'ju dërgoj frymën e Perëndisë, ai do të veprojë në ju dhe ju do të mundni botën. Ju do të mund të zbatoni fjalën e Perëndisë. Ju do të mund të jeni të ngjashëm me birin e Perëndisë. Kjo është ajo vepër që do të bëjë Perëndia në të gjithë njerëzit, që ne të jemi të ngjashëm me birin që ai dërgoi, Jezus Krishti. E falenderoj Perëndin. Dhe thot fjala, ai na bekoi në çdo bekim frymëror, në vendet qiellore në Krishtin, nëpërmjet Krishtit, motra, haleluja. Ai na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore. Kërkoni, thot Zoti, gjërat që janë lart. E falenderojmë Perëndin. Dhe ne jemi të bekuar, thot Zoti, nëpërmjet frymës, motra dhe vëllezër, haleluja, sepse çfarë ndodh kur njeriu e pranon Krishtin si Zotin e vet? Zoti vepron në këtë zemër, motra dhe vëllezër, e çliron nga mëkati dhe i jep fuqi nga fryma e tij. Njeriu u krijua nga deri, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Perëndia krijoi njeriu dhe çfarë bëri? I dha nga fryma e tij, i fryu, motra dhe vëllezër, dhe e bëri krijesë të gjallë. Njeriu. E falenderojmë Perëndin. Dhe tani, për të krijuar një krijesë, motra dhe vëllezër, frymërore, Zoti dërgoi frymën e shenjtë në ne që të bëjë këtë vepër në të gjithë ata që e duan Perëndin. Dhe ku dallohet ngjashmëria? Ju, thot Zoti, jeni dritë në këtë botë. Si mund të ndriçojë i krishteri në këtë botë, motra dhe vëllezër, veç se nëse fryma e Perëndisë vepron në te. Vetëm atëherë mund të bjerë në sy një njeri që është vërtet biri i Perëndisë. E falenderojmë Zotin, vëllezër. Nga cilat bie në sy? Nga dashuria. Si mund të kemi dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, për Zotin tonë, nëse ne nuk e njohim atë? Për çfarë dashurie bëhet fjalë? Nuk mund të duash, motra ime, vëllain, një njeri që nuk e sheh. Nuk mund të duash një njeri që nuk e njeh. Si ta dua një njeri, motra dhe vëllezër, që unë nuk e njoh? Dhe ai erdhi në ne, thot motra dhe vëllezër, aleluja, u shfaq në ne, që ne ta shohim, ta prekim, të jetojmë me të, të ecim me të shohim fuqinë e tij, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo është njohja që të gjithë ai që i thiri, ata që ai i thiri, motra dhe vëllezër, ju shfaq, ju tregoi madhështinë e tij, ju tregoi fuqinë e tij, i bindi, motra dhe vëllezër, aleluja, e njohën dhe u mbushën plot me dashuri. Dashuria për te, motra dhe vëllezër, nuk llogaritste me asnjë lloj gjëje në jetën e tyre. Dhe thot, na zgjodhi në te
përpara se të themeloj bota, ishte plani i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, na zgjodhi ne për të qenë bijë të Perëndisë. Kishte motra dhe vëllezër, aleluja, që adhuronin Perëndimin siç thash në fillim dhe ka sot në qiell, por nuk janë bijë të Perëndisë, me vullnet të lirë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ta duan atin. Shikoni, në fjalën e Perëndisë na mëson Zoti vëllezër, kur ishte në moshën 10 vjeçare dhe kishin shkuar për të adhuruar në Jeruzalem Maria me Jozefin, shkuan motra dhe vëllezër, bën flijimin e tyre, ritualin e tyre dhe u kthyen turmat, nuk arritën dot motra dhe vëllezër të ndiqnin fëmijën e tyre, nuk i lanë të shikonin dhe mbas 3 ditësh u kujtuan për fëmijën e tyre. Po Jezusi, ku është? E kërkuan atje në komshinë njerëz që ishin për rrugë, nuk e gjetën dhe vendosën të kthehen prapë në Jeruzalem. Kur u kthyen motra dhe vëllezër në Jeruzalem, Jezusin 10 vjeçar e gjetën me të diturit e tempullit, motra dhe vëllezër, dhe fliste për gjërat e mëdha të Perëndisë. Kur e gjetën atje, e pyetën, shkoni që është shumë e rëndësishme vëllezër. Birë, unë dhe aty yt, po të kërkonin. Dhe nuk të gjetëm, si na i bere këte? Erdhëm kemi 3 ditë që po udhëtojmë. Dhe 3 ditë që u kthyen 6 ditë po të kërkojmë. Si na i bere këte? Dhe Jezusi ju kthye vëllezër dhe i tha, a nuk e di ti, Mari, nëna ime, që unë duhet të jem në shtëpinë e atit ti? Aleluja. Kush ishte shtëpia e atit të Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër? Tempulli ku banonte Zoti, aty ku flitej për Zotin, motra dhe vëllezër, aty duhet të jem unë, tha. Dhe Maria ishte e ndërgjegjshme, motra dhe vëllezër, aleluja, megjithse populli thoshte biri Jozefit, biri Marisë, që ka motër këtë, që ka këtë, Maria e dinte kush ishte ati i Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. E njihte, motra dhe vëllezër, e dinte kush ishte Zoti. Dhe Zoti këtë bën në jetën tonë, motra dhe vëllezër, ta njohim, na çfaqet, na eja tek unë, thot bia ime, eja tek unë, biri im, të shohësh, të kuptosh dashurinë e madhe të Perëndisë. Sepse të kam zgjedhur, thot Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, për të jetuar përjetësisht me mua. Shkoni, na zgjodhi në të përpara se të themeloj bota, që të jemi të shenjtë, për këtë na zgjodhi, të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Dashuria, thot motra dhe vëllezër, aleluja, në shkrim, është e vetmja që do të mbetet në i krishteri. Dashuria do të jetë përjetësisht. Për këtë erdhi Zoti që ne të jemi të përplotë në dashuri. Dhe dashuria, motra dhe vëllezër, aleluja, fal. Dashuria mbulon. Dashuria nuk krekoset. Dashuria nuk kërkon të vetat. Nuk kërkon drejtësi, motra dhe vëllezër, por është e përullur. E falenderojmë Perëndin. Ashtu si që erdhi Jezus Krishti, lavdi e emrit të shenjtë. Jezus Krishti nuk ndikoi, motra dhe vëllezër, aleluja, nga gjithçka që mund t'i bënin njerëz. Dikush i thoshte ti je Zot, e adhuronte, motra dhe vëllezër, aleluja, ai i kthente përgjigje dhe i thoshte, jo çdo njeri që më thotë Zot, zotoj në mbretërinë e Perëndisë, por ai që kryen vullnetin e atit tim. Mos më lavdëroni mua, por atin tim, ai që bën vullnetin e atit tim, do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. E lavdëroni, motra dhe vëllezër, nuk shqetësoi fare dhe nuk e merrte për bazë, motra dhe vëllezër. E thyenin, e shanë, e poshtëruan në kryq, motra dhe vëllezër, e tëllën. Dhe Zoti thoshte, fali o atë, sepse nuk din ç'bëjnë. Fali për këta,
që më fyejnë për këta erdha, të kryqëzohem, të jap jetën time që këta të shpëtohen. Kjo është dashuria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ne, Zoti na thotë të jemi të ngjashëm në të, në dashuri, thot, të përplotë në dashuri. E falenderojmë Perëndin. Duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezus Krishti sipas pëlqimit të vullnetit. Të birësohemi do të thotë të na marrë ai në kujdestari, motra dhe vëllezër. Aty ynë qiellor, nëpërmjet Jezus Krishti, ai na birësoi. Na bëri të vetët, bi të vetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e tij, në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij. Faljen e mëkateve, sipas pasurisë së hirit të tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë. Këtë vepër erdhi të bëjë Jezus Krishti në jetën tonë. Gjithë vepra që ne shohim në Jezus Krishti, vëllezër, është vepra e Perëndisë për të na shpenguar, për të na çliruar nga mëkati, për të mos jetuar në mëkat, motra dhe vëllezër, njeriu, sepse nuk e krijoi Perëndia njeriu që të humbasë. E krijoi që të jetojë njeriu përjetësisht. Dhe vetëm nëpërmjet këtij flijimi njeriu do të shpëtohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Do të çlirohet nga mëkati dhe do të shpëtohet nga vdekja, motra, aleluja. Vetëm nëpërmjet këtij flijimi njeriu, motra dhe vëllezër, do të shohë lavdinë e Perëndisë. Do të shohë dashurinë e Perëndisë. Çfarë ka përgatitur Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, për këtë njerëz të çliruar. Unë mendoj, thot apostulli Paul, vëllezër, aleluja, se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë as pak të krahasohen me atë çka ka përgatitur Perëndia për të gjithë ata që e duan Zotin. Dhe ne shohim që dishepujt kishin kuptuar vërtet, ata që ndoqën Jezus Krishtin, kishin kuptuar vërtet çfarë është e rëndësishme në jetën e tyre, në jetën e të krishterit. Ajo për të cilën erdhi të bëj vepër Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë nuk erdha, tha Zoti, ta gjykoj botën, por erdha ta shpëtoj botën, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Ky është gëzimi që ka i krishteri. Nuk është gëzimi i gjërave materiale apo gjërave që ka me shumicë, motra dhe vëllezër. Jo, gëzimi i krishterit është pikërisht kjo, motra dhe vëllezër. Emri ju nuk shkrua në librin e jetës. Jam biri i Perëndisë, motra dhe vëllezër. Fryma e Perëndisë është në mua dhe bën vepër në mua. Unë lavdëroj emrin e Zotit tim, motra dhe vëllezër. Duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij, bëri të njohur tek ne këtë mister të Perëndisë. Askush nuk e di, motra dhe vëllezër, aleluja, vullnetin e Perëndisë. Është i fshehtë, është mister, thotë, motra dhe vëllezër. Ai e bëri të njohur në ne për të na dhënë pikërisht këtë gëzim, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ai e kishte paracaktuar me veten e tij, që kur të plotësoheshin kohërat, të sillte në një krye të vetëm në Krishtin të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato që janë në dhe. E falenderojmë Perëndin. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron, të gjitha sipas këshillës dhe vullnetit të tij, që ne të jemi për lavdi të lavdisë së tij. Ne që shpresuam qysh më parë në Jezus Krishtin. Do të jemi për lavdi të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur lavdërohet Perëndia,
kur ne e duam Perëndin, motra dhe vëllezër, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë qenjen tonë. Vërtet shërbejnë engjëjt serafimët, motra dhe vëllezër, por janë shërbëtorë. Nëse nuk e bëjnë këta, motra dhe vëllezër, dënohen. Biri i Perëndisë, njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, është trashëgimtar i gjithë mbretërisë së Perëndisë. Ta shohim në fund, motra dhe vëllezër, se çfarë është kisha dhe çfarë është Jezus Krishti dhe kjo trashëgimni. Dhe ju, në të dhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, si ka vepruar në ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Pasi dëgjuam fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimnisë sonë, për shpengimin e plotët të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë. Ne kemi marrë kaparin, thotë motra dhe vëllezër, Perëndia ka paguar për ne kapar që i përkasim atij. Kapar do të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo shtëpi bijem në pazar dhe kjo shtëpi është e imja, më përket mua, na kaparin i jep gjysmën apo 30% të shumës dhe s'ka të drejtë ta shesë, motra dhe vëllezër, aleluja. I përket atij që pagoi kaparin, thotë. Dhe ne i përkasim atij që na dha kaparin, motra dhe vëllezër. Kush është kapari? Fryma e shenjtë, kjo na bën të besojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që i përkasim Zotit. I përkasim kësaj trashëgimnie. Fryma e Perëndisë që vepron në ne. Prandaj dhe unë, kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falenderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia. Vërtet, thotë motra dhe vëllezër, shikoni dhe njerë me vëmendje, unë thotë që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezus Krishtin, por nuk është vetëm kaq. Dhe për dashurinë që keni për të gjithë shenjtorët. Besoj në Jezus Krishti, por nuk kam dashuri, motra dhe vëllezër, për një. Nuk përmbushet fjala e Perëndisë. Nuk mund të jesh bir i zgjedhur nga Perëndia që të duash Jezus Krishtin dhe të mos duash vëllezërit. Prandaj janë që të dyja bashkë, motra dhe vëllezër. Besimi në Jezus Krishti dhe dashuria që keni për shenjtorët, thotë motra, për të zgjedhurit, shkoni në dha gëzim të madh, thotë apostolli Pavli. Nuk pushoj së falenderuari për ju, thotë, duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezus Krisht, ati i lavdisë, t'ju japë juve frymën e diturisë dhe të zbulesës. T'ju japë, me që se keni, motra dhe vëllezër, frymën e Perëndisë dhe dashurinë, keni besuar në Jezus Krishti dhe jeni të mbushur plot, motra dhe vëllezër, i lutem atit të Zotit ton Jezus Krisht, që t'ju japë çfarë kemi të domosdoshme tani. Shkoni. Frymën e diturisë. Duhet, motra dhe vëllezër, aleluja, të njohim kush është, motra dhe vëllezër, të dimë ku shkojmë, motra dhe vëllezër, kush është ai që na thirri, çfarë vepër bën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe të zbulesës në njohurinë e tij, të na zbulojë në njohurinë e tij, motra dhe vëllezër, që ne të njohim Perëndinë. Vetëm nëpërmjet frymës, thotë motra dhe vëllezër, do t'ju zbulojë të njihni Perëndinë, thotë. Dhe t'ju ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij, dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorë. Dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh,
që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin në radhë të parë, që ne ta shohim, motra dhe vëllezër, se çfarë force, çfarë fuqie e bëri Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, të ngjitet përsëri në qiell. Dhe ne të na bëj të njohur që edhe ne, motra dhe vëllezër, të njëjtën fuqi, të njëjtën forcë, thot Zoti, do të keni, motra dhe vëllezër. Prandaj na dha nga fryma e tij, duke e ringjallur prej së vdekurish, ne pamë këtë frymë të Perëndisë, motra dhe vëllezër, që Jezus Krishti u ringjall. Vdiq dhe u ringjall, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Duke vënë të ulej, çfarë kishte rezervuar Perëndia për birin e vet, motra dhe vëllezër, aleluja. Në të djathtën e tij në vendet qiellore. Të ulej në të djathtën të Atit në vendet qiellore. Për mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmende, jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme. Dhe vuri çdo gjë në këmbët e tij, të Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, dhe shikoni me vëmendje, ja dha për krye për mbi çdo gjë kishës. Ja dha gjithë këtë, motra dhe vëllezër, aleluja, bekim të madh, gjithë këtë vepër që bëri Perëndia, ja dha kishës Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja. E shikoni si thotë. Për mbi çdo gjë kishës, e cila është trupi i Jezus Krishtit. Kisha është trupi i Jezu Krishtit, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Që udhëhiqet nga Jezus Krishti, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Sa gjë e madhe është, sa bekim i madh është, motra dhe vëllezër, të jesh në bashkësi me vëllezërit, ku Zoti është ai që drejton. Ku Jezus Krishti është ai, motra dhe vëllezër, që na udhëheq. Ku fryma e Perëndisë është prezent, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe vepron në çdo zemër që është e hapur për të vepruar Zoti, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. E cila është trupi i tij, plotësia e tij, ne plotësojmë, thotë, Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, që mbush çdo gjë në të gjithë. E falenderojmë Perëndin. Zoti të bekojë këtë fjalë, vëllezër.